Përshëndetje Niki dhe faleminderit shumë që gjete kohë për shikuesit tanë. Përshëndetje, do nga është kënaqësi gjithmonë kur jam me ty, kur jam me Koavizionin, tash shumë vite kemi tani më një miqësi të thellë, një miqësi të kalitur mirë, gjithmonë duke ofruar diçka interesante, diçka për shikuesit, për dëgjuesit, dhe uroj që ata që kanë më na shiquar sonte kanë më kënaqur ka pak. Tjetër, gjithsesi ata gjithmonë kënaqen me bisedat që i zhvillojmë, sidomos me këngëtarë të cilët ndër vite kanë qenë pjesë e Ekspresit, duke promovu kështu projektet, po edhe duke shpalos copëza nga jeta dhe karriera juaj, për çka dhe ju falenderoj shumë. Është kënaqësi gjithmonë, nga kënga e parë mbajnë mend kam qenë në Ekspres, nga kënga e parë dhe po vazhdon kjo traditë. Tani erdhe me një super këngë, një balad, Çan Prizreni, edhe kënga tashmë është lansuar, ndoshta ke pas mundësi me marrë dhe ndonjë koment nga fansat, si u prit ajo, je i kënaqur me komentet që ke marrë deri tani? Po, kur e kam kriju këtë këngë para janë 2 vitesh, ajo ideja ka qenë që me bo një këngë veç për shpirtin tem, veç për qefin tem. Jo ndoshta dhe me lansu ndonjëherë, kjo ka qenë ndoshta mendimi, po gjatë kohës e punoj nga pak, po mënoj në aspektin e orkestrimit, një pjesë një herë, një pjesë një edhe rike ajo atë këngë. Pastaj ngeli, kalun vitet, do më thonë 2 vite e më bu pothuajse që e kam këtë këngë, dhe tani, kur vendosa me nxjerr këngën, vendosa krejt në mënyrë kështu interesante, nga se pas vitit të ri patëm ekstremisht shumë punë në nëntor, dhjetor, të përfshi edhe xhirimet në Koavizion, një program vitit të ri shumë bukur, dhe vendosa të kthehem pak në Prizren, edhe thash du mu relaksu në janar, zu me bo asnjë gjë. Kur shkova atje, tu dal, ai qytet vetë ju e ka një romancë në veti, e ka një ndjenjë dashurisë në veti, edhe pastaj edhe familjarët, pse se nxjerr këngën e ki po të rinë, edhe thash okej, thash ide e mirë, thash ata boj këtë këngë, dhe vendosa, kështu që starti i krijimtarisë së këngë ka qenë mas pari për qefin tim. Mirë, po tani po e shoh që shumë njerëzve ju pëlqen, po marr komente jashtëzakonisht mira, sidomos ata të cilët jetojnë në Prizren, mendoj që e ndjejnë pak më thellë këto për shkak se mund të kenë kaluar dashuri të ndryshme, mund të kenë pas dashuri të humbura, mund kemë pas ndonjë arsye, mund kenë emocione për pamjet vizuale të videoklipit, mund t'jenë arsye të ndryshme të cilat, dhe më thonë njerëzit që kanë jetuar atje, mi kanë dhënë disa komente shumë bukura, dhe pe e shoh që shumë njerëz e kanë vlerësu këtë këngë dhe po më bën mundi mirë. Tani më jemi të kalu një kohë të ne, kështu që edhe njerëz nuk po kanë kohë shumë mull, mi ndëgju videoklipet, mi shiqu këngë, klipet. Ka ndru pak trendi, dikur jo null, YouTube i ka qenë platformë për me i ndëgju këngë dhe mi pa klipet. Derisa sot YouTube nuk konsiderohet më një platformë e tillë, megjithatë ata që janë adhurus me të vërtet muzikës, po hynë të pe i ndëgjojnë këngë dhe perujnë këtë pjesë që më hy me pa, që kemi bu në videoklip, dhe janë falenderus normalisht njerëzit që gjithmonë më hapin atë anën vlerësimin pozitiv për punë cilat unë i krijoj. Qysh në momentin që e kuptova titullin e këngës, Çan Prizreni, unë e dita se ka me qenë një projekt pak më i veçantë, duke pas parasysh se ne që të njohim, e din që vjen nga Prizreni, nga qyteti i Prizrenit, megjithëse ke vite të tëra që jeton në Prishtinë, dhe e mora si një lloj dedikimi për qytetin tënd të lindjes, pasi edhe tekstin e ke shkruar vetë, muzikën dhe orkestrimin e ke bërë vetë, pra është një projekt goxha prej zemrës që buran, prej zemrës së Nekit. Është mas e vërtet, unë rinin time kam kaluar edhe fëminin time normalisht në Prizren për plot 18 vite, pas taj kam marrë në Prishtinë, tani po bëhet viti 26, po thuj se që jetoj më shumë në Prishtinë se në Prizren. Gjithsesi, ai qytet është thellë në mua, është qyteti im, është qytet ku edhe në vitin 2007 ja pata dediku një këngë që thiri qyteti im, me cilën pata fitu festivalin në Zambaku i Prizrenit. Dhe tani, pëthuj se pas 20 vitesh, e kryova diçka më ndryshe. Jo dedikim vetëm fjallëve për qytetin, por dedikim dashuris që buron në atë qytet. Prizreni vetë-vetiu, unë e kam thënë edhe njëherë, e ka një ndjenjë që nëse nuk dashurosh në dikë, dashurosh në kaldërm,
mund dashurosh në Shadërvan, mund dashurosh në Kala, mund dashurosh në atë ujnë që rjedh në atë qeshme në Shadërvanit. E ka vetë unë i ndjenë atë lumin që kalon, ti dashurosh në të. Dhe normalisht që tani pas 20 vitesh, po ndina mirë që ja ktheva një dedikim qytetit tim. Normalisht që s'ko mujt pja dediku ndo një qyteti që s'ko mjetu, ndoshta duhet ja dedikoj Prishtinës. Po të presim dhe ma të pasi që po bëhet shumë ma shumë më këtu. Por që tani më mendoj që e mbylla më me Prizren dhe do të vi rodha, ndoshta t'ja dedikoj edhe Prishtinës, diçka kush e di, krejtë më varen emocionet dhe për ta kriju një këngë dhe për ta kriju një tekst, unë nuk jam pre atyre që shkruaj betëm hajtë, që thojmë. Ajtë po ullë nga po shkruaj, jo nuk mundem. Unë nevojitet gjendja emocionale me qenë e thellë, mull dhe me hy në botën për çfarë dua të shkruaj, ose ajo më vjen moment, e marr lapsin, i krijoj vargjet, pastaj e krijoj muzikën, dhe kjo një farë forme ndërtohet prej emocioneve. Nuk di me rrejt në tekste, për them kështu një farë fjale popullore, dhe unë i shkryj për një me tekstet. Edhe gjdo vargë dhe gjdo fjallë që është e shkruar aty ka vërtetësinës brenda atyre vargjeve, kështu që mendoj që është një këngë e shpirtit për gjithë ata që kam përjetu ato që ka shkruhet në tekst. Dikush nëse ka kalu një histori të tillë, do të emocionohet shumë, mendoj kur ta dëgjon këtë këngë. Po jo më këtë, unë thash prapa kamerave se t'inglon të kënga si një letër dashurie, kështu që po përshtatet me gjitha ato përgjigjet që po mjep. Komenti ma i mirë që ka marrë deri tani si një letër dashurie dhe nuk e kam menduar edhe tekstin kur kemi bo, mos të harroj Elsa Production, kompania që bashkëpunova në videoklip që me të vërtet ma kanë nxjerrë 100% atë idenë që kisha në kokë se si ta realizojmë klipin dhe jam falenderues ndaj tyre dhe kur ju thash du ta kem edhe tekstin mbi ata thanë ide e mirë, thash se po du njerëzit tu e përjetu këngën, tu pas pamjet emocionale të errta një natë ku s'ka asnjë njeri në Shadërvan, edhe ta shohin se çka kam dash me thonë. Ai komenti jot më duket që ke koment shumë interesant dhe më i mirë ndoshta deri tani, që ai tekst po jep si një kartolinë, si një letër dashurie, dhe nuk e kam mendu, pikërisht në këtë mënyrë, e kam mendu që njerëz të hyjnë ndoshta edhe në tekst, ta mësojnë tekstin ose ta dinë se çka kam dash me thonë 100%, por tani e mora një koment që të falenderoj për komentin, nga se ma zgjanove atë horizontin pak të idesë se që ka dojnë. Gëzohem për këtë, po më intereson e kita di, qëfar të kujton ty Prizreni kur e mendon? Ti tregoj se fëmijërinë e ke kaluar atje dhe nga njëherë kujtimet më të bukura që na ndjekin gjithë jetën janë pikërisht koha e fëmijërisë. Ka qenë kohë shumë e vështirë, ne kur jemi rritë. Do më thonë, ne kemi kalu kohën kur s'kemi pas shkolla, kemi pas shtëpi shkolla. Ne kemi pas kohën jemi rritë kur e kemi pas okupatorin këtu, mirë po njerëzit, qytetarët, shoqëria, njerëzit kanë pas dashuri shumë të madhe mes veti. Kushtet ekonomike kena pas më të vështira, mirë po kemi pas një farë lumturie. Mu më kujton shumë elemente. Unë kam qenë, do më thonë, një fëmijë i angazhuar plotësisht. Në atë kohë nuk kemi pas YouTube e gjitha këto. Në atë kohë, për shembull, prindrit na kanë angazhu maksimalisht. Më kanë qenë kurse të ndryshme. Unë kam qenë nxënës i shkollës muzikës, njëkohësisht kam qenë nxënës i shkollës normal që shkojmë gjithë në për shkolla, domethënë dy shkolla i kam kry paralelisht. Njëjtën kohë, për mos me mjaftu ajo, kam qenë aktor i teatrit qytetit në Prizren. Njëkohësisht për mos me mjaftu dhe ai angazhim, prindë kanë qenë për kurse gjuhës, për shembull, gjuhës angleze. Pastaj fillova mu rrit, fillova me punu. Gjitha këto i bëjsha, e thësha jo, po du më koni zoti vetë dhe me fitu dinarin vetë. Do më thonë, dinarin a pas ka me të prej kalumës, do më thonë, lekon, si thënjet. Do më thonë, ka qenë një kohë ku e kemi pas një fëmijëri me shumë angazhim, mirë po shoqënia ka qenë i sinqert, kemi pas shumë dashni me shokët, me shoqet, dhe kujdesi familjes ka qenë pas shpjegueshëm. Do më thonë, sot çdo gjë që unë e kam falë kujdesit dhe dëshirës tyne që unë të bëhem
zoti vetë vetës në punën cilën do ta bëj, muzikën e kam nga babaj, për shembull, kujdesin, shkollën, maksimal nana kujdes, po flasim gjithmonë si fëmijë, dhe kam ekstremisht kujtime të bukura në Prizren. Domethënë, ajo është një qytet që ende tani shkoj vi dhe nuk mund të shkëputem nga Prizreni, edhe kur shkoj e kam një ndjenjë qetësisë brenda vetës, nga se ai qytet edhe i ka njerëzit e mirë, të qetë, nuk e di, ata që jetojnë aty mund ta kuptojnë pak më mirë, ata që vinë si turist në Prizren ju pëlqen vizualisht mirë, po unë në mënyrën që po flas tani, ata jam i bindur që nuk mund ta kuptojnë, për shkak se nuk e kanë përjetuar në lëkurën e tyre. Kështu që kam kujtime shumë të bukura dhe e dua atë qytet, dhe kjo është ndoshta arsye që 2 këngë ja kam dedikuar pikërisht atij qyteti. Patjetër. Mëse të merituara, faktikisht. Ne nga këngëtarët e zhanrit të cilin ti e praktikon, je ndër artistët e rrallë që vazhdimisht mundohesh me ju servu fansave të tu edhe videoprojekte. Ne e dim se nuk është lehtë me realizu sot videoklip të secilës këngë, sidomos nga ana financiare, po megjithatë e bën këtë ndoshta se dëshiron me qenë sa më afër tyre, edhe me rujt atë metodën tradicionale të bartjes së muzikës tek ata, siç e cekëm pak më herët, që përveç se ta dëgjojnë këngën në për platforma muzikore, të kenë mundësi edhe ta shohin dhe ta ndjejnë pak më shumë. Po mundona traditën të cilën e kam filluar në karrierën, ta mbaj her pas here. Po të kishte ende vlerë, sikurse dikur që bësha klipe me aktor, me regjisor, me aktor, po flas super profesionist, ku kam marrë çmime çdo vit pothuajse të videoklipeve. Në 2015 kam fitu Best All në festivalin e të klipi shqiptar, ku ka qenë konkurencia jashtëzakonshme me videoklipin Pa Ty. Unë ende kisha vazhdu edhe në, jo në atë nivel, po edhe në shumë nivele më të lartë ati kisha mi bo videoklipet. Me gjithë ato, nuk po du mi ishu komplet. Pra po realizoj klipe artistikisht të kompletuara, bukura për sy, emocionale, që të epin një ndjenjë, por që jemi vetëdijshëm që sot nuk është ai trend i shikimit të videoklipeve që ka qenë dikur, por nuk do ndahem nga kjo. Kjo është një rrugë, mendoj, e bukur, e drejtë, edhe pse financiarisht neve na kushton, financiarisht nuk ka asnjë kthim nga aspekti financiar për ato që ne bëjmë, mirë po her pas here tani ka shumë vite unë që balat për shkakun nuk kam lansu, por që shpirti pe kërkon. Ndonjëherë pe kam një ndjenjë që okej, po du vetë me bu. Edhe po e bëj, edhe pse po harxhohem, edhe pse ekonomikisht nuk e ka ndonjë arsyeshmëri sot videoklipi, por mendoj që ne që jemi në botën e artit, në botën e muzikës, nuk duhet gjithmonë të shohim anë vetëm financiare, por ndonjëherë duhet të ofrojmë diçka, se gjithmonë mendoj që ka njerëz që do t'ulen t'a shiqojnë klipin, t'a ndjejnë një knatësi, dhe unë nëse vetëm një person në botë ekziston që ndjen knatësi me ato që ka kom ofru, për mua mjaftueshëm. Kam arrit mi andrejt ditën ndoshta vetëm një personit. Kështu që secili nga ne mendoj që duhet mos largohemi nga krijimtaria e bukur, qoftë muzikore, po qoftë edhe vizuele, dhe mendoj që kjo e ndërton karrierën në baza më të shëndosha. Patjetër. Po, kur mundemi me të pa me një koncert, ne ke di se po lidhet edhe kjo me këtë pjesën, sepse është gjë e kushtueshme, po ndoshta pse jo me organizu një koncert edhe në qytetin e bukur të Prizrenit, do të ishte interesant. Ëndra ime më e madhe, dëshira ime më e madhe, është që me pas një koncert të një niveli shumë të lartë. Po, pikërisht. Tani, unë kam atë dëshirë moti. Unë kam pas atë dëshirë kur kom nis me këndu, unë kom thonë do t'jem këngëtar i koncerteve. Mirë, tu gjatë rrugës e kam pa që është pothuajse në rrethanat tona ka qenë atëherë paktën e pamundur për shkak të financave për shkak ekipeve, për shkak të me realizu një koncert vyn një numër shumë i madh i njerëzve. Tu përfshi edhe në anën e menaxhimit, po edhe në anën organizative, anën e financave, anën e sponsorëve, anën e orkestrës, audios, postproduksioneve, shumë rrethana të cilat duhet me realizu. Unë këtë vit po mbohen prej muzikës që fitoj, ndoshta 30 vite.
1996 e kam tregu edhe disa herë që unë kam fillu me bo muzikë, mira pianos, sintit, dhe pas asaj kam fillu me këndu dikun para 6-17 viteve nëse nuk gaboj, gjithsesi gjatë qësat periude, më falni, unë kam qenë tasjerist me këngëtar të njoftë në vendin tonë, po, 30 vjetë që jam në skenë, po thujse. Do t'ishte shumë e bukur, ndoshta ta një vit jubilar, 30 vjetë që jam në skenë, të përfshi edhe si instrumentist, edhe si këngëtar, ndoshta do t'ishte shumë e bukur këtë vit që ta realizoj, mirë po për atë kam nevojë ndoshta një mbështetje. Tani peshon në fillim të vitit është disa herë që me marrë këtë pyetje, ndoshta unë po kam dëshirë me konsideru si kërkesë, megjithatë mund të jetë edhe pyetje, por që ndoshta do të jetë një iniciativë që do të mundohem që të kërkojmë mbështetje, ndoshta dhe ta shohim këtë vit si 30 vjetori, ta bëjmë ndoshta një koncert bukur. Nëse nuk arri si vjet me bo, unë do ta bëj gjithsesi një koncert, patjetër, nga se tani më i kam 7 albume, i kam mbi 10 këngë që po më rrinë, që mund tani ti kem edhe 2 albume tjera, ndoshta ti po finalizoj që mund bëj 9 albume mund t'i realizoj, ti kem. Pra kam këngë mjaftueshëm që ta bëj një koncert shumë të bukur, por që gjithçka varet prej financave, dhe ta shohim këtë vit nëse do të kërkoj mbështetje, do ta shoh. Njëherë kam kërku mbështetje në pandemi kur s'na kalon me punu, edhe as përgjigje negative nuk kom marrë prej... Sin, do më thonë, që që jom pasë në di në pandemi, kur kom shku me dërzu një projekt në ministri, kam pas një videoklip e një kongë, edhe thash, e këshim ndalume me punu, edhe thash, hajtë ta dërgoj, mos eventualisht, po ma ndimojnë pak, ma si ngellëm se nuk ishte, dhe as jo nuk kam marrë, edhe nuk e di, te për u pata ndi keq atëre, më vonë kur i pata taku disa miqë të cilët punojnë aty, po pse se erdhe, pse unë nuk jom njeri që vi edhe i pys lus bëj. Unë e dërgoj projektin, nëse e shet dikush i arsyeshëm që o përgjigj, mundet me ma dërgu një përgjigje pozitive, negative, dhe 50% e kam ndoshta një fobi prej asaj asmosios, që ndoshta e punoj projektin, e dikush ndoshta së merr parasysh, dhe ti si artist ku performon me qindra mira net ndër vite, dhe nëse dikush nuk ta e pas një përgjigje, ta krije një përshtypje që unë vazhdoj vetë rrugës time, nuk kam nevojë ndoshta për diçka të tillë, siç kam vazhduar. Nuk ka problem në krijoj projekte dhe e di ata që më mbështesin, më don, ata i kam gjithmonë me mua, por që ndoshta do ta provoj edhe një herë fatin. Do duhej Leki. Dhe ta shohim se si kanë ndërtrajtu. Pikërisht, ndoshta do të ketë një moment ku do të ma jep ky vend ynë ndoshta një mbështetje, jo për diçka kush e di se çka më thon, po një mbështetje që ta realizojmë një projekt të bukur, koncert ku do të ketë shumë njerëz angazhuar dhe do të mbahet mend. Ne si artist mendoj që duhet ta kemi mbështetjen të paktën për koncerte. Do të ishte mirë që shteti ndonte fonde që të thotë, okej, këtë vit do t'i financojmë 5 këngëtar për koncerte super të mira. Dhe çdo vit janë 5 këngëtar të ndryshëm, kush është i aftë, i gatshëm edhe ka repertuar edhe ka karrierë, urdhënoni të vlerësojmë në repertuarin edhe t'i financojmë. Nuk do t'ishte keq ta bën një fond të tillë, megjithatë do ta shoh. Uroj që gjitha këto që i tham do të bien në vesh të duhur. Urojmë. Tash Nike e tregove, pra 3 dekada me muzikën, nuk jam pak. Si ka qenë, si e kujton rrugtimin tënd me muzikën, edhe kush ka qenë ndoshta inspirimi yt i parë për me u marrë me këtë profesion, dhe kush vazhdon sot me t'inspiru më shumë ti? 3 dekada janë në mënyrë profesionale, kur po them 20 marka i kom marrë herën e parë, 1996. Mirë po para asaj, unë kam fillu mira pianos në moshën 4 ose 5 vjeçare. Nuk e mbajnë me po ashtu më kanë thonë familja. Inspirimi kryesor për çdo gjë që kam unë sot në jetën time artistike është babai. Normalisht është ai heroi im, të cilit edhe ja kam dedikuar këngën heroi im, i cili në shtëpinë tonë çdo ditë pothuajse ka luaj piano. Dhe unë kam qenë gjithmonë e kam potencu që kam qenë një hajdut, apo një hajnë, s'po di si me thonë gjuhën shqipe,
fjallën e duhur që unë kam vjedh prej ti, a i ka lujtë në piano, edhe nuk dihet se si o mësu me lujtë në piano. Unë veç e kam shequa ato, kur nuk ka shku, kur ka larguaj, unë një mulli, mundu me bo që ka bo më prindi. A i ka qenë, do me thonë, fillimet e mija, pasaj më ka qenë shkollë të muzikës, kam përfundu 6 vite për piano, shkollën e muzikës, e një muzikën, do me thonë, jam edhe notalist, kam lujt vepra për 6 vite të kompozitorët botëror. Gjithë në shkollën e muzikën prezent kanë mendu që do të bëhem, do të vazhdoj akademin e muzikës, gjithë se si kam zgjedhur një rrugë tjetër, por që jeta ime ka qenë komplet muzikë. Edhe pse ka pas ndërmjet diçka tjetër që ka hy. Sot kush më inspiron për muzikë, sot më inspiron mua jeta ime, sot më inspiron mua përsëri ai prindi im që gjithmonë kur kom bërë diçka, e kom pas një ndjenjë me vrapu taj, me thonë, wow, ja çfarë kam bërë? Kam bërë apo të pëlqen. Domethënë, edhe pse sot nuk e kam, mungon ai momenti, gjithmonë kom dashur me qenë para ati, ai fëmiu i mirë që jo mësu edhe me kompozu, edhe me shkru vargje, edhe pse kur kam nis me kompozu, kom marrë, gjithmonë të ke bab, të ke po kompozon jashtëzakonisht mirë. Domethënë, i ka pëlqyer, edhe kur kom marrë këngë për kompozitorëve tjerë, më të ke ti po i bën më mirë. Dhe domethënë kam rrinë atë pikë që ai ka qenë i kënaqur në ato që kam kriju. Gjithsesi, kush si më ngop me ato? Gjithmonë kom dash më shumë. Sot kudo që është në qiell, uroj që t'jeti i kënaqur ende me mua, besoj shumë që ai ndin këngët, të cilat unë ende i krijoj, diku lart kënga noton. Ai ka qenë vet artist, ka qenë dirigent, ka qenë kompozitor, ka qenë baba i jashtëzakonshëm dhe mendoj që artistët nuk vdesin kur. Shumë e vërtetë. Ata janë në mesin ton dikun, dhe ende kur krijoj diçka, a thu i kish pëlqyer atij, ta kish ndëgju. Domethënë e kam si motiv të jetës edhe kam si një shembull se si duhet ta çoj jetën përpara. E shef se si jeton edhe përmes teje, sepse ti vazhdon të punosh edhe vazhdimisht në mendje dhe në zemër e ke babin, ai personi i parë që ti ka mësuar notat e para të muzikës, kështu që jam mëse e sigurt se është shumë krenar me të gjitha arritjet e tua. Nëse po na dëgjon, e përshëndesim. Gjithsesi, ne po afrohemi te fundit bisedës, po shpresoj shumë që të pret një vit me angazhime, me punë, na tregon nëse ke ndonjë plan që mundesh me shpalos për shikuesit tanë. Po, ky vit do t'jetë normalisht një nga vitet në aspektin e punës të zakonshme, unë tani pak u qetësova me këtë balat, gjithsesi unë jam ekstremisht i angazhuar në për dasma, në për arrengje familjare, dhe ato tash shumë vite boj me dashurinë më të madhe, është ndjenjë shumë e bukur kur i këndoj qifteve, është ndjenjë e papërshkrueshme, dhe ato do të vazhdoj edhe këtë vit ta realizoj në mënyrën që që kam bërë deri tani, me shumë energji, me shumë dashuri, me shumë pozitivitet, përgjithësi, dhe këtë vit normalisht do t'jem një nga sektoret që do t'jem, është sektori i dasmave, mbrëmjet ku unë shkoj, edhe pse tani kam reduktuar në masë të madhe, përsëri do të ketë her pas here, nuk do t'i ndalin 100%, por që janë të reduktuara, por që projektet normalisht që mendoj që një nga ato 10 që i kam diçka do të del, edhe normalisht që gjatë këtij viti me siguri do të kemi edhe bashkëpunime të ndryshme edhe me Koavizionin, pasi çdo vit, ose në fund vit, ose ndonjë ku e diu në ndonjë fest, ose diçka të tillë, mund të kemi bashkëpunime dhe është kënaqësi kur vim me projekte siç ishte ky i fund vitit, për shembull në Koavizion ishte shumë i bukur, mendoj unë, dhe na kanë vlerësuar edhe shumë familjar që e kanë shiquar emisionin, kështu që ka pas edhe këngë potpuri aty që kemi bërë me kolegët dhe kanë dalë shumë bukur. Kështu mund të jenë edhe të tilla, domethënë tani ne e kemi një fjalë bukur shqipe popullore, tu pa tu bo. Kështu që kjo fjalë është shumë e mirë, e qelluar, dhe gjithmonë gjatë rrugës ne i mendojmë disa gjëra, po gjatë rrugës mund të na dalin edhe gjëra të tjera. Patjetër. Atëherë unë nuk mbetet gjë tjetër, vetëm të falenderoj shumë për këtë bashkëbisedë këndshme. Të falenderoj shumë për ftesën e tonë. Është për mua gjithmonë një kënaqësi
shumë e madhe kur takohem me ty, kur jam në emision të këti, dhe gjithmonë kur jam në Ka Vizion, nga se u rrita këtu, u rritëm zbashku, dhe është një nga mediumet që unë me të vërtet kam një respekt shumë të madh. Por më lejo t'i falenderoj të gjithë ata që na kanë shiqur në këto momente, më lejo t'i falenderoj të gjithë ata që po më japin komplimente, fjalë të mira, kudo që pi takoj në për rrugë, në për takom ndalin njerëz në për dyqane, që më japin komplimente, fjalë të mira, ata janë mbështetja më e madhe për ne, besoj, dhe unë do të mundohem gjithmonë të jem sa ma ta thom një fjalë i mirë, ndoshta është fjalë e duhur ose jo, ndaj atyre që më kanë mbështet mu, t'ju dhuroj maksimalisht nga ajo që di më së miri. Ka që di në më mirë se unë, mirë po unë nga ajo që mundem dhe di më së miri, dua gjithmonë t'ju dhuroj atyre të cilën mbështesin në karrierën time. Përmes këngës dhe muzikës. Gjithsesi. Faleminderit Nekim. Ishte kënaqësi.